Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët. Si jeni? Si po ja kaloni? Kisha 2 ditë që mundohesha që ta bëja këtë si lidhje, por dilnin gjithmonë probleme me internetin, nuk e di kam ose mora vesh se përfundim vendosa që të ndjek rrjedhën dhe e lash për momentin që do rregulloheshin gjërat dhe ky ishte momenti me sa duket. Për këtë arsye nuk bëra dhe një lajmërim që do bëj lidhjen drejt për drejt për sonte. Këtë lidhje drejt për drejt, si gjithmonë, do ta bëj tek kanali im YouTube-it, ku do ta ndaj edhe në shenja. Kjo është bërë traditë tashmë. Ndërkohë që kam edhe një lajmërim tjetër. Arsyeja që unë kam zgjedhur që të bëj parashikim në lidhje me hënën, ciklet e hënës, ka qenë pikërisht kjo, sepse është më efektive për të mbajtur rrjedhën e kohës nëpërmjet cikleve të hënës. Ndërkohë që Saturni ditën e diel do të kalojë tek një shenjë re, që është ajo e Dashit, dhe Saturni është ai mbajtësi i madh i kohës, më të themi është lordi i kohës, Kronosi, dhe ai ka ndryshime ose përbën ndryshime vërtet shumë të mëdha në jetën tonë të përditshme, në sistem e të tjerë. Për këtë arsye vendosa që të bëj një seminar. Është një seminar që do të jetë pak i përzgjedhur, të them vërtetën, vetë personat të cilëve janë të interesuar vërtet në lidhje me ndikimet aktuale astrologjike. Do të jetë një seminar me pagesë. Për të regjistruar këtë do të vë link tek profili im, ose mund të më shkruani nëpërmjet edhe DM-it në Instagram, edhe në TikTok, ose mund të më shkruani nëpërmjet WhatsApp-it, do vë edhe një njoftim normal që mund të shkruani edhe poshtë asaj. Këto ishin për sa i përket këtyre shërbimeve. Ndërkohë që për shërbimet personale, ato që janë në lidhje me konsultat e personalizuara, për to mund të merrni si gjithmonë, mund të më kontaktoni nëpërmjet rrjeteve të mia sociale. Preferoj WhatsApp-in, të më shkruani, duke qenë se në përgjithësi jam goxha e zënë dhe nuk i përgjigjem dot telefonit, ose nga Instagram është një gjë, por gjithsesi ju lutem të më shkruani. Këto janë ato të përgjithshme. Ndërkohë që po them një diçka tjetër që s'ka lidhje fare me këto. Në një koment, nuk e mbaj më se ku ishte, ose te TikToku, ose te Instagram, nuk më kujtohet mirë se ku ishte, më kishin bërë një kompliment në lidhje me penelin e syve. Shumë faleminderit, dhe mua më pëlqen shumë. Okej, këto ishin në lidhje me gjërat e mia personale. Tani do vazhdoj për hënën e re që do të jetë tek shenja e binjakëve. Atëherë, kjo hënë e re do të jetë në datën 27 maj në orën 5:02 të mëngjesit. Është pak para lindjes së diellit. Për këtë arsye, në qoftë se do të ishte një eklips për shembull, do ta kuptonim ose më them të arrim që ta shikonim edhe nga Shqipëria, por duke qenë se është vetëm një hënë e re, kjo do të thonë vetëm fillime. Mënyrë se si mund ta përshkruaj më mirë këtë hënë të re do të jetë në këtë mënyrë. Nuk e di pse persona ka nga ju që e din procesin e bërjes së gjalpit, e di që do thonë çfarë lidhje ka. Unë kam jetuar në fshat për një kohë të gjatë, prandaj edhe kam shumë lidhje me të. Atëherë, në mënyrë që të bëhet gjalpi, mblidhet ajë i kaqumshtit dhe bashkohet me ujin dhe tundet vazhdimisht pra. Dhe në fund ndahet del dhalli dhe gjalpi. Gjalpi ose më them ngret lart. Ajo çfarë po ndodh fiks në këto momente para kësaj hëne të re është pikërisht kjo. Ajo tundje e madhe, forca e madhe, fuqia e madhe që po ndan gjalpi nga dhalli. Pra, ose në këtë rast po ndan vërtet se cilat janë gjërat të shëndetshme dhe jo të shëndetshme në jetën tonë. Unë këtë them shumë shpesh. Por në këto momente nuk është se ne kemi shumë gjëra në dorë, nuk është se kemi se çfarë të bëjmë. Është jemi thjesht vrojtues, sepse sistemi apo le të themi natyra po e bën këtë punë për ne. Këtë proces për ne. Ajo çfarë ne mund të vëmë në lidhje me veten tonë në këtë moment është se kemi një intuit vërtet shumë të lartë. Kjo u zhvilluar shumë që nga hëna plot që ishte tek shenja e krepit, sepse shenja e krepit do thotë pikërisht zbulimi i gjithçka që është e fshehur. Ndërkohë që kjo hënë e re do të ndodhe pikërisht tek një yll fiks i cili ndodhet tek yjesia e Demit. Për këtë arsye, do të kemi shumë tematika që kanë të bëjnë në lidhje me shoqërinë, por më tepër do të
organizimet të vogla, siç janë familja, fisi e të tjerë. Këtu mund të kemi dalin në skenë edhe të problemeve, çështjeve që kanë të bëjnë edhe me miqësitë e ngushta ose marrëdhënieve që janë vërtet shumë të ngushta, që janë dhe partnerë në këtë moment. Atëherë, si që përmendë edhe përsëris faktikisht, por kemi një rritje shumë të madhe në ëndra në këto momente, kemi një rritje vërtet shumë të madhe në parandinje, në parashikime, ose jemi dhe shumë të aftë për të kuptuar se si janë situata, domethënë cilat kanë qenë ato prapaskenat që kanë ndodhur, ndërkohë që pas hënës së re, ose më të themi edhe gjatë asaj dite, pra gjatë ditës së martë, do të fillojmë që të ndjejmë këtë si gjë, do të fillojmë të shikojmë manshet, ose më të themi të dalin me fjalë me shkronjë të mëdha shtypi në të gjitha platformat, se cila kanë qenë gjërat që kanë qenë të mbuluar deri në këtë moment. Mund të dalin në skenë skandale, mashtrime, manipulime, premtime që kanë qenë të kota e të tjera. Nuk po them që nuk po dalin në këtë momente, po dalin dhe tani, por atëherë do të dalin në skenë në kuptim që do ta marrin vesh të gjithë. Është një hënë e re, e cila është tek shenja binjakëve, dhe shenja binjakëve domethënë pikërisht komunikim, përhapje e informacionit, dhe do të jetë e ndarë në dy pjesë kjo hënë e re, ose më të themi të gjitha planetet do të jenë të ndara në dy pozicione. Do të kemi shumë pozicion tek shenja e binjakëve, do të kemi shumë pozicione tek shenja e dashit. Pra do të kemi ajër dhe zjarr shumë të lartë në hartë. Ndërkohë që deri tani ju lutem mos më dërgoni ftesë, se nuk do t'ju bëj blok. Okej? Ndërkohë që deri tani kishim shumë vendosje tek shenjat e ujit, deri në mars të këtij viti kemi pasur shumë vendosje tek shenjat e ujit. Në këto momente, te kjo hënë plot, do të kemi vërtet shumë vendosje tek shenjat e zjarrit dhe të ajrit. Kjo do të thënë që nga energjia femërore që ishim ne në pritje, do të kalojmë tek energjia maskullore që do të jemi vërtet shumë aktiv, do të fillojmë të veprojmë. Dhe kjo do të ndodhë si rrjedhoj e të gjitha këtyre informacioneve që do të marrim. Do të jemi më të aftë që të perceptojmë automatikisht dhe situatën. Do të jemi më të aftë të dimë edhe kujt, që kjo është pjesa më e rëndësishme nga të gjitha, të dimë se ku të mbështetemi, te cili person duhet kemi besim, sepse siç e përmenda, do të kemi vërtet shumë mbrapastkena që kanë ndodhur deri tani që do dalin në sipërfaqe. Gjithçka do të hapet, pra, do jetë një libër i hapur gjithçka. Do dimë se çfarë do bëjmë, ku ta bëjmë dhe me këtë veprojmë, domethënë. Kjo normalisht është shumë pozitive, por në këto momente, këto pikërisht këto ditë ku po jetojmë, mund të jetë pak e lodhshme sepse mund të kemi dalë në skenë të ndjenjave, mund të kemi dalë në skenë të problemeve, siç përmenda mashtrimeve dhe manipulimeve. Një sekondë, lutem, se më duhet të bëj blok dikë. Sa në të re do të kemi, siç e përmenda, disa vendosje tek shenja e binjakëve. Vendosjet që kemi të shenja e binjakëve, po i përmend që tani kemi ascendentin të vendosur këtu. Kemi diellin, hënën, kemi Mërkurin dhe Jupiterin. Çdo gjë zmadhohet për këtë arsye, duke qenë se Jupiteri ndodhet pikërisht tek kjo shenjë, pra tek shenja e binjakëve. Çdo më thënë, të gjitha kish kuptimet nga komunikimi, të gjitha format e komunikimeve dalin shumë më tepër në skenë dhe zmadhohen shumë më tepër. Ndërkohë që nga ana tjetër dalin në skenë edhe informacione shumë të mëdha. Kemi zhvillim shumë të madh në çështjet e komunikimit dhe nga ana tjetër kemi zhvillim shumë të madh edhe në çështjet që kanë të bëjnë me tematikat me tregtinë, me marrëveshjet e shumta tregtare, dhe kjo automatikisht do të ndikojë shumë edhe anën ekonomike. Duke qenë se është i vendosur ky fiks pra i kësaj hëne të re tek shenja e Demit, kjo domethënë që do të kemi ndryshime të mëdha në marrëveshjet që kanë të bëjnë edhe me shtetet, po edhe neve brenda si individ, pra mund të kemi marrëveshje të shumta të cilat mund të bëjnë një ndryshim të madh në jetën, në cilësinë e jetës tonë të përditshme. Mund të kemi veç dinakëri në tregti. Kjo është e vlefshme, po e nënvizoj deri ditën e martë, pra deri në datën 27, sepse deri në datën 27 do të na duhet që të kuptojmë se cilët janë personat me të cilët duhet të bëjmë tregti. Pra, në gjatë kësaj periudhe, deri në datën 27, këshilla ime do të ishte që të vrotojmë më mirë situatën, që të mos firmosim ndonjë kontratë që është nuk e kemi studiuar përpara normalisht, ose diçka që është e re që del surprizë në këto momente, jemi vërtet shumë të vëmendshëm sepse mund të na shtyjë vërtet në gabime, mund të na shtyjë edhe që siç e përmendëm, mund të kemi dinakri, pra mund të kemi çek që janë falso, mund të kemi kambio që janë falso në të njëjtën kohë. Të gjithë ata që merren me kripto. Në këtë periudhë 3 javore
do t'ju këshilloja që të ishin vërtet shumë të vëmendshëm. Mund të kemi mbylljen e shumë sistemeve, ose në të njëjtën kohë mund të kemi edhe falimentimin e shumë firmave që merren me këto. Normalisht nëse nuk i kemi dokumentacion siç duhet, sepse siç e për ripërses veten time, do të dalin në skenë të gjitha mashtrimet dhe manipulimet që kanë ndodhur deri tani. Në qoftë se një firmë që merret me këto, pra me kriptot, nuk i ka pasur dokumenta siç duhet, ose bënte në një emër tjetër, e të tjerë, normalisht këto do dalin në skenë dhe mund të falimentojë. Prandaj të gjithë ata që merren me këtë si gjë, do t'i këshilloja që të vëzhgoni mirë se cilën nëpërmjet cilës firmë prapë e bën këtë. Nuk e di nëse mundemi drejt për së drejti nga Shqipëria që të blejmë dhe të shesim kripto, sepse nuk jam e sigurt, nuk e kam provuar. Por në qoftë se bëhet nëpërmjet firmave të caktuar, do t'i këshilloja që të vëzhgonit mirë, të kërkoni të atyre të gjitha të dhënat në mënyrë që të mos kemi probleme më vonë. Për sa i përket natyrës, të gjitha vendosjet e kësaj hëne të re do t'i jenë në yje fikse të cilat shkaktojnë shi, fortuna dhe një kohë vërtet shumë të keqe. Tani këto mund të shprehen edhe në natyrë, vetvetiu, po mund të shprehen edhe në shoqëri, duke qenë se jemi në një periudhë ku të gjitha ndikimet e natyrës shprehen drejt për së drejti dhe në jetën tonë sociale dhe brenda nesh në botën tonë të brendshme si individ. Për këtë arsye mund të kemi edhe shpërbërje shumë të mëdha të shoqërive, të shoqatave, e njëjta gjë është e vlefshme edhe në ato bazike, pra nëpërmjet midis njerëzve, sepse do të dalin fytyrat e vërteta të shumë persona. Gjera duke përsërit vetën time, pak rëndësi ka. Një gjë që ishte vërtet shumë interesante nga kjo hënë e re, mund të kemi vërtet plasjen e skandaleve. Plasjen e skandaleve që kanë të bëjnë me personat të cilët janë të njohur. Por këto mbrapa këtyre skandaleve duhet të jemi vërtet shumë të vëmendshëm nëse janë apo janë të vërteta, sepse mund të kemi edhe burgose të personave të cilët janë goxha të famshëm, që mund të jenë figura publike, gazetar, ata që merren me showbiz, dhe në midis këtyre mund të përzihen dhe persona që nuk janë vërtet të fajshëm, pra që janë të pafajshëm, sepse bashkë me të thatët, do digjen dhe të largur, si bjesh në shprehjen turqisht, nuk e di si funksionon në shqip, po ndjes sot. Jam pak rësik shumë. Okej, një ndikim shumë e rëndësishëm që ka të bëjë me shëndetin tash. Në lidhje me shëndetin kemi dy ndikime shumë të rëndësishme. Një, që se periudhën mund të kemi probleme, dalin në skenë të problemeve që kanë të bëjnë me diabetin, pra të gjithë ata që kanë tendenca ose që kanë dikë në familjen e tyre që ka diabet, do t'i këshilloj që të bëjnë analizat e duhura, sepse gjatë kësaj periudhe mund të kemi pikërisht daljen në problemet të tyre, ose mund të kemi probleme me syt. Në të njëjtën kohë, mund të kemi edhe përhapje të pesticideve ose edhe të infeksioneve të shumta që prekin syt. Gjatë kësaj periudhe është organi më i prekur pothuajse i trupit tonë, pjesa e syve. Ndërkohë që diçka tjetër që është shumë e prekur është në vartësi. Kjo, sepse jemi tek shenja e binjakëve, do të jenë mushkërit. Për këtë arsye mund të kemi edhe një përhapje të sëmundjeve ngjitse, të cilat prekin mushkërit. Dhe të gjitha këto janë ngjarje shumë të mëdha të cilat prekin masën, sepse e përmenda edhe më përpara kemi Jupiterin të vendosur tek shenja e binjakëve dhe ai zmadhon vërtet gjithçka. Tani këto janë lajmet e këqija, lajmet e mira të cilat janë. I lash në fund sepse doja që të thoja vetëm gjërat e bukura në fund. Lajmet e mira janë këto. Të gjitha këto planete që sapo i përmenda janë të vendosura në dy vende, pra tek shenja e Dashit dhe tek shenja e binjakëve. Lajmi i mirë në këtë mes është sepse janë të gjitha në kënd pozitiv me njëra tjetrën. Prandaj kjo do të thonë që kanë mbështetje shumë të madhe. Mund të duket shumë e lodhshme, pak e mërzitshme në disa momente, sepse do të kenë shumë probleme, por të gjitha këto, domethënë maksimumi deri ditën e martë, do të kuptojmë që janë thjesht për të mbaruar një cikël shumë të lodhshëm që ka filluar që para 3 viteve. Sepse Saturni do të kalojë tek shenja e re, që është ajo e Dashit, pas 3 viteve. Ka 3 vjet pra që është tek shenja e Peshqve. Shenja e Peshqve do me thënë dhe këtë, kur Saturni do të tu, që ne kemi qarë kot, kemi qarë shumë që tyre periudhave,
gjatë kësaj periudhe, sepse Saturni neve vërtet që na lodhte, na jepte përgjegjësi dhe na pengonte për t'i bërë. Pra ishte një kontradikte vërtet. Ndërkohë që me kalimin e tij tek shenjë dashë do të jemi vërtet më aktiv. Edhe pse mund të vazhdoj që të na pengoj, kjo në këtë rast do të jetë diçka më pozitive sepse nuk do të na lërë e them në mënyrë shumë të thjeshtë, nuk do të na lërë të marrë kot. Do të na detyroj që të vazhdojmë që të jemi të përgjegjshëm. Por nuk do të na mbaj më në atë melankolin që mund të kemi pasur deri tani ose të na pengojë që të bëj punën që neve na duhet vërtet të bëjmë. Kjo automatikisht do të sjellë një rritje vërtet shumë të madhe. Të gjitha pengesat që mund të kenë ekzistuar deri tani, sidomos për sa i përket çështjeve materiale. Kjo më duhet të analizoj. Kjo ishte një periudhë afërsisht 6 mujore, në të cilat mund të kemi pasur vështirësi për sa i përket çështjeve materiale. Pas kësaj hëne të re, ose më të themi, duke filluar bile edhe që sot, do të fillojmë që të ndijemi vërtet edhe përpëlitjet e para. Pas hënës së re, që është në datë 27, pra duke filluar fiks që nga dita e martë, do të fillojmë që të kemi ndryshime shumë të mëdha. Do të kemi një reklamim më të mirë, ose më prezantim më të mirë që ne do t'i bëjmë vetes tonë. Dhe automatikisht ky komunikim më i mirë, më i thjeshtë, më praktik që do të kemi, do të na ndihmojë neve që të kemi arritje më të mëdha. Për sidomos ata që merren me tregtik do ta fillojnë të ndjejnë edhe më tepër, nëse kemi pasur vonesa në marrëveshje të tjera, pas ditës së martë automatikisht do të fillojnë të zgjidhen. Normalisht asgjë nuk zgjidhet nëse rrim pështrirë, domethënë do të punojmë, por që do të jenë tashmë në zgjidhje sipër. Këto janë momentet e fundit ku ne po sforcohemi vërtet shumë, por pas kësaj, pra pas ditës së martë sidomos, do të jemi në një fazë vërtet shumë pozitive. Lajmi më i mirë i kësaj hëne të re është që do të kemi Mërkurin, Diellin dhe Hënën. Do t'i kemi të tre këta. Ne kemi planetin në astrologji, por është një planet dhe 2 drita, që është Dielli dhe Hëna, do t'jenë në kënd pozitiv me Plutonin. Kur Mërkuri ndodhet në kënd pozitiv me Plutonin, ne jemi vërtet shumë të aftë në komunikim. Jemi vërtet shumë të aftë për të përzgjedhur dhe për të komunikuar të vërtetën. Në të njëjtën kohë, jemi shumë të aftë për të perceptuar të vërtetën edhe kur të tjerët duan të na mashtrojnë. Për këtë arsye, kjo hënë e re, domethënë një fazë e re, nuk është e vlefshme vetëm për një person, nuk është e vlefshme vetëm për një individ, është e vlefshme për të gjithë ne. Sidomos, ata që jetojnë brenda trojeve të Shqipërisë do ta ndjeni edhe më tepër. Por, duke qenë se jemi të gjithë shqiptarë dhe në një mënyrë ose në tjetër kemi lindur brenda Shqipërisë, do ta ndjejmë që të gjithë. Pse e them këtë? Sepse kjo hënë e plot, kjo hënë e re do të ndodhë pikërisht në shtëpinë e 12 të Shqipërisë, që domethënë të gjitha temat që kanë qenë të fshehura, të gjitha mashtrimet, manipulimet, të gjitha gjërat puçës që mund të japin mbrapa krave, pra, do të dalin në skenë. Duan apo s'duan këto situata, pra të dalin, do të dalin në skenë. Dhe pas kësaj, ne vetë jemi vërtet shumë të aftë për t'i perceptuar dhe për të gjetur zgjidhje. Do të kemi dalje, ose më themi, shumë persona do të shndërinë pas kësaj hënë të re, sepse këta do të jenë ata persona që kanë bërë punën me veten e tyre, që kanë punuar në kuptimin janë më të evoluar, më të emancipuar, që nuk janë shmangur problemeve deri tani, por kanë punuar me veten e tyre, pra. Dhe këta janë pikërisht persona të cilët do të fillojnë që të shkëlqejnë. Në këtë rast, nuk është se do të jetë 1 dhe 2, do të kemi mundësi që të përballemi me shumë persona të tillë dhe mund të kemi formimin e organizatave të reja. Pra, të gjitha ato që do shpërbëhen, do të zëvendësohen nga organizata shumë më të fuqishme, shumë më pozitive dhe mbi të gjitha shumë më tepër humane. Kjo është e vlefshme pak më tepër në Shqipëri. Çdo gjë që deri tani, të gjitha marrëveshjet që mund të kenë ekzistuar që ne nuk e kemi pasur ide, do të fillojnë që të dalin ti kuptojmë, pra, do të merren vesh dhe do të kuptojmë edhe ne vetë shumë mirë se cilat mund të kenë qenë një arsye apo një tjetër që kanë ndodhur gjëra ose që kanë ndodhur. Si përsa i përket shoqërisë, organizatave shtetërore, organizatave private, po ashtu edhe në lidhje me ne vetë si individ, që kanë të bëjnë pra me shoqërinë tonë, një tek e tek. Fola çiksi shumë, po, okay. Kemi edhe një temë tjetër që është vërtet shumë e rëndësishme. Kjo është tema e zhvendosjeve
e emigrimit do të jetë shumë aktive çësë periudhe. Tema e emigrimit në Shqipëri është diçka që mund të themi është një plagë e hapur vazhdimisht. Kjo hënë e re do të thotë në një farë mënyrë, në një mënyrë ose në një tjetër, bëhet them kështu që përfundimin e këtij si cikli. Tani përfundimi i këtij cikli nuk do të thënë që nuk do të lëvizim asnjëri nga vendi vet, por do të thënë që pas kësaj njerëzit do të fillojnë që të shikojnë emigrimin në një pikpamje shumë më ndryshe. Mund të kemi edhe rikthime në Shqipëri, por e rëndësishme është kjo, do të fillojnë që të sheshohen shumë më tepër gjërat në botë. Pra, tema e emigrimit të detyruar, sidomos për sa i përket ardhurave materiale, në një farë mënyrë në të gjithë botën do të futet në një fazë të re. Kjo do të thotë, mund të thotë më të themi shumë mirë që të gjitha këto emigrime pas një farë pike do të bëhen të panevojshme, sepse mund të kemi një zhvillim vërtet shumë të madh edhe të teknologjisë. Pra, do të kemi më tepër rrënjësimin e kombeve, do të kemi më tepër rrënjësimin e kulturave dhe të një pikëvështrimi shumë më të ri, të cili do të duhet kohë pra që të zhvillohet në mënyrë që të hedhë rrënjë. Më duke se folja shumë, por tani do të kaloj tek shenjat. Por e përsëris për të gjithë ata që nuk më njohin ose që është hera e parë ndoshta që marrin pjesë tek këto lidhje të drejtë për drejta. Arsyeja që unë mbaj kaq të gjata për shkrim analizat e përgjithshme është sepse na prekin të gjithë, duke qenë se prekin shoqërinë, prekin natyrën dhe ne jemi pjesë e të njëjtës natyrë, prandaj automatikisht prekemi shumë të gjithë. Ndërkohë që shenjat është një pjesë e vogël e shoqërisë që preket, ose një pjesë e shoqërisë që preket, prandaj dhe më duket më rëndësishme analiza e përgjithshme, prandaj ta them më të gjatë. Ndërkohë që për shenjat, mënyra se si do t'i këshilloj ti dëgjoni, do të jetë si fillim ascendenti juaj, më pas do të jetë shenja e diellit. Për të gjithë ata që e dinë se ku e kanë të vendosur hënën e tyre, do të këshilloja që ta dëgjonit edhe ata, sepse do të jetë pikërisht fusha ku do të ndikoheni më tepër. Pra në qoftë se hëna ju është e vendosur, po them si shembull, për shembull, në Shqipëri është e vendosur tek shenja e Dashit, që është vërtet shumë indikuar nga kjo hënë e re, dhe është e vendosur tek shtëpia jon e 12, për këtë arsye. Ne, vetë si individ, mund të jemi vërtet shumë impulsiv dhe i kuptojmë gjërat vërtet shumë vonë, sepse i kuptojmë pasi ka ndodhur, ka mbaruar gjithçka për. Kjo është një nga dezavantazhet e hënës tek shtëpia 12, nga ana tjetër jemi njerëz vërtet shumë të thellë dhe shumë inteligjent që na bën të shenjë tash. Okej. Shumë faleminderit. Dhe po kaloj tek parashikimi i shenjave. Dashi, po them njërë si fillim, çfarë do të kemi kujdes, si do të ndihet dhe pastaj cila është tema e përgjithshme që do të preket dashi tek kjo hënë e re. Ajo çfarë do të ketë kujdes dashi nga kjo hënë e re do të jetë impulsiviteti dhe mënyra se si komunikon. Sepse do të kemi një energji zjarri shumë të lartë, siç e përmenda, dhe një energji ajri, dhe kjo i bën ata vërtet shumë më tepër impulsiv. Duan që të thonë gjithçka, ta bëjnë gjithçka më njëherë, por normalisht asnjë gjë nuk bëhet më njëherë, do gjithçka kohën e saj. Për këtë arsye do të këshilloj që të jemi pak më të kujdesshëm. Okej. Ndërkohë që për mënyrë se si do të ndihet nga kjo hënë e re, nga kjo hënë e re shenja dash do të jetë e çliruar, të themi të vërtetën. Do të ndihet shumë më aktiv, do të ndihet shumë më optimist, sepse do të kemi edhe gjatë hënës të re një kënd pozitiv midis Marsit dhe Venusit. Venusi ndodhet tek shenja e tyre dhe e gjitha ndjenja që mund të kenë pasur deri tani që asgjë nuk funksiononte si në jetën e tyre personale, po ashtu edhe në jetën ose më themi edhe vetë ata si individë në jetën e tyre personale, jetën e tyre sentimentale, kjo hënë e re do të thotë dhe fillime të reja pikërisht në këtë çështje. Sepse do të kemi një komunikim vërtet shumë më pozitiv. Do të kemi dalje në skenë njerëz si fillim gjatë kësaj jave e çdo gjë që mund të mos kenë funksionuar ashtu siç duhet, mund të them shumë negative për shenjën e dashit, por mos kenë funksionuar ashtu siç dëshirojnë ata. Mund të kenë qenë pak të lodhur sepse kanë punuar shumë dhe nuk kanë marrë të çfarë dëshironin. Kjo ishte vlefshme edhe për këtë javë,
por nga kjo hënë e re do të thonë që të kenë përren rezultate dhe vërtet shumë pozitive. Saturn në atë periudhë do të ketë kaluar tek shenja e tyre. Nuk do të jetë pranë në botën e tyre të brendshme, do të ndihen më aq të rënduar. Për këtë arsye, kjo hënë e re për shenjën e Tashit do të thonë një, fillime të reja në çështjet e zemrës. Mund të kemi lidhje të reja, surprizë, pothuajse të menjëhershme, të cilat do të vinë edhe si rezultat të një komunikimi vërtet shumë pozitiv. E dyta, do të kemi edhe udhëtime të shumta brenda jashtë vendit. Do të jenë vërtet shumë aktiv shenja e Tashit dhe kjo do t'i bëjë vërtet shumë mirë. Mbi të gjitha, kemi një ndikim vërtet shumë të rëndësishëm, do të jenë shumë më tepër kurioz dhe do të jenë shumë më kurioz, janë të dy me kë, ndaj Teres. Kjo do t'i bëjë ata që të kemi edhe një javë në vazhdim, vërtet shumë aktive, ndërkohë që muaj në vazhdim, pra pothuajse gjatë gjithë muajit qershor, do të jenë shumë më optimist dhe më kreativ. Kreativiteti nuk ka të bëjë vetëm me personat që merren me art, ka të bëjë me të gjithë ne, sepse ne të gjithë kemi forcën e krijimit brenda nesh, por shenja e Dashit gjatë gjithë këtij një muaj, pothuajse, do të jenë vërtet shumë kreativ sepse do të prodhojnë shumë mundësi për veten e tyre për një zhvillim shumë të madh në anën e tyre ekonomike. Okej. Po kaloj tek shenja e Demit. Atëherë, si fillim, shenja e Demit, çfarë duhet të ketë kujdes, si do të ndihet. Çfarë duhet të ketë kujdes shenja e Demit do të jenë harximet. Duke qenë se do të kemi një hyrje dale shumë të mëdha parash. Okej, edhe ky ishte një koment që mora tek TikToku, këtë e mbaj mend, që ishte për ana materiale na i thoshte një që ishte shenja e Demit, më se nuk duam gjëra të tjera. Po, shenja e Demit gjatë falë kësaj hëne të re, do të ketë një zhvillim shumë të madh në anën tyre materiale. Do të kemi hyrje të shumta, por mund të kemi edhe dalje të shumta nëse nuk kemi të kujdesshëm. Sepse mund të jenë pak hiperaktiv, pra. Do të duan që të udhtojnë shumë, të lëvizin shumë dhe mbi të gjitha. Do të duan që të argëtohen pak më tepër, sepse për shenjën e Demit mund të kenë qenë shumë në një intrusion shumë të madhe gjatë asaj periudhe. Atëherë, drejtuesi i tyre ndodhet tek shenja e Dashit gjatë asaj periudhe dhe përkon pikërisht te shtëpia e tyre 12. Kjo do të thotë dhe një vështirësi për të shprehur ndjenjat e tyre. Në vend që të shprehin këto ndjenje, mund t'i hanë. Dhe kjo do të thotë që gjatë asaj periudhe, pothuajse 3 javore, për shenjën e Demit mund të kemi një shtim të madh në peshë. Kjo është edhe arsyeja që do t'i këshilloj që të kontrollojnë shumë mirë sasinë që ata konsumojnë gjatë asaj periudhe. Nga ana tjetër, do të kemi një zhvillim shumë të madh në karrierën e tyre. Sepse janë shumë të aftë për të komunikuar atë çfarë dëshirojnë, çfarë ju duhet dhe të cilësojnë shumë mirë vlerën e tyre. Për sa i përket karrierës, pra. Dhe kjo është edhe arsye që do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe ekonomike. Ndërkohë që një pikë që do të këshilloj që të jenë përsëri të vëmendshëm do të jetë në lidhje me rrethin e tyre të ngushtë. Këtu mund të kemi daljen në skenë të personave problematik, të personave të cilët mund të kenë mashtruar, në kuptimin që mund të kenë folur për kave të tyre, ndryshe kanë folur në fytyrë, ndryshe mbrapa, dhe kjo për këtë arsye mund të ndihen pak të mund të ndjen të zhgënjur, mund të ndjen të zhgënjur dhe kjo normalisht do të kushtoj edhe disa miq të cilët edhe i konsiderohen të mirë, por në të vërtetë ta do të kuptojnë që nuk kanë qenë armiq, por mund të kenë qenë pra armiq, të cilët mund të jenë munduar që të prishin vërtet shumë punë. Kjo hënë e re nxjerr në skemë pikërisht to, cilët janë miq, cilët janë armiq të vërtet. Ajo çfarë kishim te shenja e Breciapit javën e kaluar, do ta kemi tashmë tek Demi këtë javë. Për shenjën e Demit, nëse keni probleme me shëndetjen, duke qenë se pashim mesazh aty, gjatë asaj periudhe do t'i këshilloj vërtet që të shkoni të bëni testimet që përmenda tek parashikimi i përgjithshëm, sepse jeni një nga shenjat më të prekura në lidhje me këtë temë. Shenja e Demit ndikohet shumë nga diabeti dhe duke qenë se kjo hënë e re do të jetë pikërisht tek një yll fiks i cili ndodhet tek yjsja e Demit, pra tek yjsja juaj. Normalisht që ndjeni një ndër shenjat më të ndikuara. Okej. Dhe binjakët.
Kemi shumë vendose tek shenja e binjakëve, siç e përmenda edhe në fillim. Kemi ascendentin, kemi Mërkurin, Diellin, Anën, Jupiterin. Tani kur kemi kaq shumë vendose tek e njëjta shenjë, domethënë që është një nga shenjat më të ndikuara. Nuk është se është ndikuar vetëm tani, në këto momente, do të jetë ndikuar edhe për një vazhdim të madh, deri në shtator, më duhet të themi, sepse të gjitha këto nxitje që po merr në këto momente do të vazhdojë që të ndjejë deri në shtator. Por si do të jetë ose më thënë ku do të jetë i kujdesshëm shenja e binjakëve. Shenja e binjakëve do të jetë i kujdesshëm në lidhje me veten e tij, shëndetin e tij dhe në marrëdhëniet që ka me partnerët e tyre. Këtu mund të jemi shumë të agravuar ose nga një anë mund të jemi shumë të lodhur, për këtë arsye mund të tërhiqemi mbrapa dhe të lejojmë personin përballë që të mos sillet ashtu siç duhet me ne. Për këtë arsye, për shenjën e binjakëve do të këshilloja që të vazhdonin të mbanin kufijnë të shëndetshëm, ose nëse nuk keni vënë, ky është pikërisht momenti që të filloni të vini. Sepse në qoftë se ju nuk e bëni këtë, ky do të merret si shembull për të përdorur karshi jush, pra kundër jush, për një vazhdimsi të madhe. Është në një periudhë ku shenja e binjakëve po tregon vërtet atë karakterin e tij, ose duhet të tregojë, është detyruar të tregojë karakterin e tij. Për këtë arsye, do t'i këshilloja që t'jeni vërtet më të vendosur. Nuk po them që të bëheni vulgar ose të komunikoni në mënyrë të gabuar, po them që të vendosni kufijnë të shëndetshëm nëse dëshironi që të merrni atë që meritoni. Çfarë meritoni dhe si nga do ta merrni. Ajo çfarë meriton shenja e binjakëve në këto momente është një zhvillim vërtet shumë i madh në karrierë. Të kuptoj mirë se cili është qëllimi i tij dhe të avancoj pikërisht këtu. Duke qenë se në veriore ndodhet pikërisht tek pjeshja që përkon me shtëpinë e tyre të karrierës. Po e them në këtë mënyrë, të gjithë ata që janë me ascendentin tek shenja e binjakëve, do t'i këshilloj të jenë shumë të vëmendshëm edhe ndaj incidenteve apo aksidente që mund të ndodhin gjatë periudhës, sepse mund të kemi edhe plagosje ose vrasje, vrarje pak të vogla ose shenja që mund t'i ngelen, pra qoftë edhe në fytyrë. Prandaj do t'i këshilloj që të jemi pak më të vëmendshëm. Për të njëjtën arsye, nëse keni ndërmend që të bëni ndërhyrje gjatë periudhë tek fytyra juaj, nuk do t'ja këshilloj, do t'ja këshilloja pas datës 30 qershor. 30 maj i përkon dies. Që se 30 maj i përkon e premte, pra të premte ose duke filluar nga data 2 qershor. Data 2 qershor është shumë pozitive në lidhje me këtë temë, nëse dëshironi mund të bëni atë. Pra ndërhyrja deri në datën 2 qershor nuk do të këshilloj shumë sepse mund të ngelen shenja dhe mund të kemi edhe probleme në këto ndërhyrje. Ndërkohë që temat, mënyra se si do të ndihen shenja e binjakëve gjatë periudhë do të ndihen vërtet shumë anksioz, por në të njëjtën kohë do të kenë një fuqi, një energji vërtet shumë të lartë. Do të jenë shumë aktiv, shumë social. Do t'i kërkojnë pothuajse kudo, pra. Do të jenë persona më të kërkuar të kësaj periudhe, sepse do të jenë shumë më tepër pozitiv. Do të jenë shumë më tepër gazmor. Komunikimi i tyre do të jetë vërtet shumë më i këndshëm, i ëmbël, dhe do të jetë pikërisht gazi, hareja e të gjithë personave që ka rreth rrotull. Për ata që të cilët nuk kanë një lidhje për shenjën e binjakëve, është një periudhë vërtet shumë pozitive, sepse kjo hënëre do të thonë dhe fillime të reja pikërisht në këtë temë, realizimin e ëndrave dhe kjo mund të thotë edhe njeriu i ëndrave pra. Komunikimi është vërtet shumë aktiv dhe shumë pozitiv, do t'i këshilloj që t'i përdorni. Rovshki. Okay. Shëndeti është një nga shenjat edhe kjo që është më e prekur, sepse kjo hënëre do të ndodhë pikërisht tek ta dhe do të preki pikërisht trupin e tyre. Çdo gjë që përmenda në lidhje me analizat dhe me ndikimet në lidhje me shëndetin, pra si përsa përket diabetit, po ashtu edhe në lidhje me mushkrit që shenja e binjakëve është shumë e prekur, do t'i këshilloja që të jeni më të kujdesshëm gjatë periudhën nëse keni një sëmundje kronike, siç mund të jetë për shembull astma, gjatë periudhë, gjatë në të re ose false në të re, më të themi, mund të agravohet edhe më tepër. Ju lutem kujdes, merrni masa, merrni ilaçe që janë të domosdoshme dhe kujdesuni shumë më tepër, duke filluar që sot për shëndetin tuaj. Vëndjes, pak shumë po. Okej. Gafore. Gafore ime dashur, unë vetë. Për
gaforen, kjo hënë e re do të ndodhi tek shtëpia e tyre 12. Ata që janë me shëndet tek gaforja, nuk është një periudhë shumë pozitive në kuptimin e shumë e lodhshëm. Të gjitha ato që përmenda që mund të dalin në skenë, mashtrime, manipulime, e të tjerë, kjo është një nga shenjat që do të jetë shumë më e prekur. Sepse shtëpia 12 do thot pikërisht kjo. Dalja në skenë e çdo gjë që ka qenë e fshehur, si armishve të fshehur, po ashtu është e vlefshme edhe në lidhje me të gjitha kontratat, marrëveshjet që kanë qenë të fshehura gjatë kësaj periudhe, organizatave të fshehur, e të tjerë, burgosje. Pra, këtu burgosje nuk do të thënë thjesht të futesh në burg, do të thënë gjithçka që ka qenë e fshehur, që ka qenë e ndarë nga shoqëria, pra. Kjo hënë e re do t'i nxjerrë në sipërfaqe, do t'i tregojë, do i bëj xham, domethënë do të kemi edhe fillimin e një cikli të ri. Por ky cikël i ri nuk është se është i thjeshtë. Arsyeja që nuk është i thjeshtë është kjo, sepse do të kemi një shpërbërje të botës së brendshme. Çfarë do të them me këtë? Ajo çfarë përmenda paralelizmi që bëra në fillim, që ishte ndarja e, domethënë dalja e gjalpit, pra ndarja nga dhalli ose ndarja nga uji. Për shembull, në gaforës do të thotë në këtë mënyrë. Çdo gjë fundërin, pra që mund të ketë ekzistuar në botën e tyre të brendshme në subkonsciencë, del tashmë në sipërfaqe. Dhe kjo nuk është e thjesht për të përballuar në qoftë se i shmangesh probleme. Por në qoftë se nuk je një person që i shmangesh probleme, normalisht që atëherë arrin që të bësh punën që të nevojitet dhe detyrimisht arrin që ti te kalosh këto. Por edhe për këta persona nuk është se është e thjeshtë, domethënë normalisht është shumë e lodhshme. Nga ana tjetër, ana pozitive është dhe këtu po nënvizoj, është edhe një nga hënat e reja më pozitive nga kjo aspekt. Është sepse do të jetë hapi i parë drejt një jete shumë më të shëndetshme dhe drejt një jete shumë më të balancuar mbi të gjitha. Menjëherë pas kësaj hëne të re do të kemi kalimin edhe të Jupiterit tek shenja e tyre, pra tek shenja e gaforës. Kjo do të thënë një zhvillim vërtet shumë i madh dhe një rritje shumë e madhe mërqenie ose krijimi një mërqenie. Që do të thotë blerje shtëpish ose martesë, krijimi familjes e të tjerë. Ndërkohë që le ta themi në këtë mënyrë. Mënyra se si do të ndihet shenja e gaforës gjatë këtyre 3 javëve në vazhdim do të jetë vërtet shumë e rënduar dhe në të jetë në kohë të çliruar, por do të kemi një kontradikt shumë të madhe brenda vetes. Në momentin që ndihet e rënduar për shenjën e gaforës, të gjithë ata që janë, qoftë me ascendent, qoftë që janë me shenjën e diellit aty, do t'i këshilloj që direkt të shkonin në një vend që ka ujë, që ka ujë. Nëse jeni në Tiranë, shkoni te liçeni, nëse jeni në Durrës, shkoni afër detit. Për të gjithë ata që nuk kanë mundësi, do t'i këshilloja që të bëni një dush të shkurtër. Kjo është një nga mënyrat se si mund të heqim nga mendja jonë gjithë ato tensionin, trusnin e madhe që mund të ndjejë gaforja në këto momente. Ndërkohë që nuk po mbaron. Kemi një ndikim vërtet shumë të madh, shumë të fuqishëm në shpërbërjen e çdo ideologjie që ka qenë e gabuar, sepse siç e thash do dalë në skenë çdo gjë që ka qenë e fshehur. Dhe kjo do të thotë informacion të reja, do të thotë edhe një zhvillim shumë i madh në botën tonë, pra në botë kuptimin tonë. Pika ku do t'i këshilloj që të jemi të vëmendshëm tani, po kthehemi këtu, do të jetë në lidhje me shëndetin. Një shëndeti nga ana psikologjike sapo përmenda që është vërtet shumë i agravuar, sepse nuk do të dinë edhe vetë ku qëndrojnë në qoftë se po nënvizoj i shmangen probleme. Nëse nuk i shmangen problemeve, do të jetë shumë më tepër e thjeshtë dhe pozitive përfundim. Kjo mund të përkthehet edhe në një presion shumë të madh në shëndetin fizik. Shëndeti fizik në këtë rast për shenjën e gaforës do të prek shumë sistemin tretë. Këtu mund të kemi probleme të shumta, duke qenë se do të kemi edhe përhapjen e të sëmundjeve ngjitse, mund të kemi përhapjen e të sëmundjeve që prekin sistemin tretës dhe stomakut. Për gaforën këtu mund të thotë dhimbje të mëdha të stomakut, mund të kemi edhe zhvillimin e ulcerës ose të gastritit, për ata të cilët kanë, domethënë që i kanë rrënjët tashmë, do të zhvillohet edhe më tepër. Ose mund të kemi edhe zmadhimin, pra të gjitha sëmundjeve aktuale që kanë të bëjnë pikërisht me sistemin tretës, sepse do të jetë në vartësi të stresit që po kryhet në këtë moment. Okej. Këto ishin gjërat negative që nuk po mbaronin, por i thash, gjëra pozitive që ka për gaforën. Gjëra pozitive që kemi për gaforën është sepse do të kemi një
do të jem më të çliruar për sa i përket udhëtimeve. Probleme që mund të kenë ekzistuar deri në këto momente për daljet e shtetit ose vonesa, çështjet në lidhje me studimet e të tjerë, këto do të fillojnë që të zgjidhen. Një. E dyta, çështjet e zemrës. Këtë po e them në këtë mënyrë, mund të kemi surpriza shumë të këndshme. Këto filluan që nga hëna e plot, që ishte tek shenja e akrepit, por aty mund të kemi kuptuar se cilët janë personat e duhur për ne, mund të kemi pasur njohje surprizë, ndërkohë që tashmë nga kjo hënë e re do të kemi fillime të reja. Do të jenë vërtet shumë pozitive dhe mund të kemi edhe një zhvillim shumë të madh në çështjet në lidhje me karrierën, duke qenë se kemi shumë vendosje tek shenja e dashit. Është një nga shenjat që do të preket shumë më tepër, jo vetëm sepse është hënë e re, por ka shumë ndikime pothuajse në çdo fushë, domethënë të jetës së saj. Është një nga shenjat e cilat do të ndikohet shumë herë më tepër, pra do të kemi një ndikim shumë të madh, pothuajse në çdo gjë, dhe do të kemi një, po e them në këtë mënyrë, ajo që është ka qenë mbrapsht tani do të thej parç, domethënë, për çdo gjë në jetën e tyre. Nëse s'keni një lidhje, mund të bëni me lidhje. Nëse keni probleme në karrierë, do t'i kaloni. Nëse keni ngesur diku dhe nuk dini se si të veproni përsëri në karrierë, mund të ndryshoni komplet bile rrugën që keni nisur, mund të filloni diçka tjetër. Dhe është një periudhë shumë pozitive në lidhje me këtë temë, sepse jemi më të aftë, kemi intuitën shumë të zhvilluar, pra këtë e përmenda në fillim. Okej, mbarova me kafe, nuk do vazhdoj. Në mbajta me hatër, por... Okay. Jo, mbarova gaforën tani. Tani po kaloj tek Luani. I dashur Luan, kjo hënë e re për ju do më thënë ndikim i madh pozitiv. Është një nga hënët e reja të cilat do të sjellë ndryshime shumë të mëdha në jetën e shenjës së Luanit, do të sjellë lidhje të reja, do të sjellë zhvillime shumë të mëdha në jetën e tyre sociale, por ku do të jemi të kujdesshëm. Për shenjën e Luan do të jemi të kujdesshëm pikërisht këtu, te socializimet, sidomos ato që janë të reja. Sepse këtu mund të përballemi edhe me shumë manipulime. Sidomos ato që kanë të bëjnë në lidhje me shoqatat, me organizatat e ndryshme, në qoftë se vendosni që në këto momente të merrni pjesë në një shoqatë ose në një organizatë të caktuar, do t'ju këshilloj që të mbrojtoni të mirë, të bëni kërkime mirë përpara se të veproni. Për shoqëritë, pra, shokët e tu, miqtë tuaj. Kjo është një periudhë kur do të kuptoni vërtet shumë mirë se cilët janë miqtë e vërtet. Dhe kjo nuk është se do të ndodhi nëse ju jeni të kujdesshëm, jo, kjo do të ndodhë, ju thjesht duhet jeni të kujdesshëm që t'i vëreni ose duhet të jeni të aftë për t'i pranuar këto, sepse në disa raste mund të mos ju lejoj egoja juaj që të pranoni që e keni pasur gabim në një zgjedhje apo në një tjetër. Kjo është e vetmja gjë që do t'i këshilloja shenjës së binjakëve, ose më them, kjo është këshilla më e madhe që mund t'i jepë shenjës së binjakëve gjatë kësaj periudhe. Në qoftë se e vini re që një person është i gabuar, ju lutem hiqni dorë dhe vazhdoni me personat të cilët po shikoni që janë të shëndetshëm për ju. Kemi një zhvillim të dukshëm në botë kuptimin e tyre. Mund të kemi shpërbërje, siç ishte për shenjën e gaforës tek jeta e tyre përgjithshme, për shenjën e Luanit kemi shpërbërje në lidhje me ideologjitë, në lidhje me filozofitë që kanë në këto momente. Por nga ana tjetër kemi dhe formime të reja, kemi një rritje shumë të madhe në intuit për shenjën e Luanit. Do të kemi udhëtime të shumta. Këto udhëtime në përgjithësi mund të jenë bile edhe romantike, mund të preferojnë që të udhëtojnë me anije, për shembull. Mund të jetë një nga zgjedhjet bile. Sepse do të dojnë që të kalojnë më tepër kohë me partnerët e tyre, me të cilët gjatë kësaj periudhe, në qoftë se keni pasur mosmarrëveshje, është një periudhë ideale për të kuptuar më mirë. Në qoftë se kemi pasur probleme për të realizuar ëndrat dhe qëllimet tona, kjo hënë e re do të thotë edhe hapa të reja drejt këtyre. Kemi një zhvillim shumë të madh
vetë tek shenja luanit si individ, sepse do të kemi një thellim të besimit që ata kanë tek vetja. Kjo do të vijë si rezultat edhe i vlerësimit që do të marrin nga shoqëria dhe nga njerëzit që i rrethojnë, jo vetëm nga rrethi i ngushtë, por nga të gjithë njerëzit në përgjithësi, sepse do të arrin që të shpalosin talentin e tyre, të gjitha talentet, çfarëdo lloj talenti që ata kanë. Dhe kjo normalisht do të thotë edhe një zhvillim në karrierë, automatikisht do të thotë edhe të ardhurat të mira materiale. Këto të ardhurat të mira materiale, po e them që tani do të vinë më tepër ose do të keni më tepër shanse që të fitoni nëse bashkëpunoni me njerëz të tjerë. Por përmend gjithmonë atë që thash në fillim, kujdes se kë vazhdoni që të mbani në jetën tuaj. Okej. Birgjeresha. Mbaroi periudha e Demit, mbaroi dje. Jemi futur tek periudha e binjakëve. Stina e binjakëve për shenjën e Birgjeresës është pak e çuditshme. Është gjithmonë e çuditshme sepse do të thonë ndryshime të mëdha të cilat ata nuk i kuptojnë shumë mirë në shumicën e kohës, por këto ndryshime janë shumë pozitive. Sidomos ata që kanë ascendentin tek shenja e Birgjereshës. Kjo në re do me thënë një rritje shumë e madhe, një shkëlqim shumë e madh në karrierën e tyre. Këto mund të jenë momentet e fundit për të përfituar nga kjo gjë, sepse Jupiteri pas kësaj do të kalojë tek një shenjë e re, siç e kam përmendur tek shenja e Gafores. Kjo do të jetë në datët 9 qershor. Por do të përfshihet pra kjo hënë e re, ndikimi i kësaj hëne të re do të përfshijë edhe atë si periudhë. Tani, në këto momente do të kemi një ndihmë shumë të madhe nga çdo gjë që ata kanë mësuar deri tani. Nga çdo gjë që ata kanë arritur të zgjidhin deri tani, pra të gjitha karmat, po i them në thonjza. Çdo problem, çdo mosmarrëveshje që ketë ekzistuar, çdo komunikim i vështirë që nuk janë shmangur dhe që e kanë bërë, kjo hënë e re do t'i jap një shpërblim shumë të madh dhe do të arrijë që të kenë një zhvillim shumë të madh në karrierë. Mund të shkëlqejnë shumë edhe në shoqëri, në çdo ambient ku ata futen, do të bien vërtet shumë në sy, do të kenë një karizmë shumë të lartë. Hëna e plot që ishte tek shenja e Krepi për ta mund të thoshte edhe një komunikim shumë më i thellë dhe të gjithë njerëzit po fillonin që të merrnin mendimin e tyre. Kjo është periudha në të cilën ata mund të përdorin të gjitha këto komunikime që kanë ndodhur deri tani ose të gjitha këto kontakte që kanë krijuar deri tani për të zhvilluar vetë në karrierën e tyre. Do të kemi një botë të brendshme pak të trazuar dhe për shenjën e Birgjereshës, por kjo nuk është diçka negative, sepse mund të dalin në skenë ndjenja të fshehura, të cilat ata mund të kenë fshehur dhe nga vetja e tyre, dhe këto mund të përkthehen edhe në lidhje të reja. Pra, në qoftë se kanë pasur dikë që e pëlqejnë, por nuk e kupton as ata vetë që e pëlqejnë, gjatë kësaj periudhe mund ta kuptojnë, do t'u bjerë në sy, domethënë, ose mund t'ia bëjnë të tjerë që të ditur, dhe kjo normalisht mund të përkthehet edhe në lidhje të reja. Për shenjën e Birgjereshës, duke qenë se kemi aksin ose më themi nyjen jugore të këta, asnjë gjë në këtë periudhë nuk vjen vetvetiu, duhet pak punë, pra duhet ta vënë vetë atë rrotën në punë, ta rrotullojmë pra, çfarë në punë, dhe kjo normalisht që mund të duket pak e vështirë, por përkundrazi kjo hënë e re, do të them në këtë mënyrë, me një sforcë shumë të vogël mund të arrijnë që të bëjnë shumë. Do të arrijnë të kenë edhe mirëqenie të madhe, do të arrijnë që të kenë edhe një pozitë goxha të fuqishme në qoftë në karrierën e tyre, po ashtu edhe në jetën e tyre të përditshme, me çdo kontakt që kanë me çdo njeri pra në jetën e tyre të përditshme. Për shëndetjen, këtu për shenjën e Birgjereshës do të thoya këtë si gjë që është një nga shenjat që do të jetë më pak e prekur. Në qoftë se vazhdojnë që të mbajnë atë rutinë e tyre të përditshme, është më efektive, domethënë shenja e Birgjereshës duke qenë se janë personë të cilët janë pak të smërpas sëmundjes, janë më të aftra për që të mbajnë një rutinë më të shëndetshme, për këtë arsye shpërblimi i kësaj do të arrijë që të merret edhe gjatë kësaj periudhe. Bashkëpunimet janë më të vlefshme edhe për shenjën e Birgjereshës. Pra në qoftë se bëni bashkëpunime, do të jeni shumë më të aftë për të fituar të ardhurat materiale më të mira në çështje periudhë.
këtë po e them në klapa, më thënë, sepse mund të ketë persona që merren me rrjete sociale ose që mund të jenë gazetarë për shembull, që janë tek shenja e Virgjëreshës, sidomos ata që kanë ascendent tek shenja e Virgjëreshës. Gjatë kësaj periudhe do t'i këshilloj që t'jeni shumë të kujdesshëm për çdo gjë që thonë, çdo gjë që bëni, sepse nga personat të cilët mund të digjen bashkë me ata që janë të lagë, me ata që janë të thatë, pra, që përmendet e parashikim përgjithshëm, mund të jenë edhe një nga ju. Kujdes. Mirë brama, mirë se erdhët ata që erdhën tani. Dhe po kalojmë te pjesa e dytë e shenjave. Pjesa e dytë e shenjave duke filluar nga peshorja. Kjo hënë e re për peshorën ka një ndikim, nuk di si ta them, është shumë i ngjeshur si ndikim, shumë i madh, domethënë shumë i fuqishëm. Kemi një aktivizim shumë të madh në jetën e tyre. Si përsa i përket udhëtimeve, le të themi në lidhje me rrethin e tyre, me një zgjerim vërtet shumë të madh. Zgjerimi i potencialit si fillim. Po është përshkruar në këtë mënyrë, athuajse deri në këto momente, ejna e tyre domethënë mund të ketë qenë shumë e vogël dhe nga kjo hënë e re, ejna e tyre do të fillet të zgjerohet aq shumë, sepse do t'i duhet që të përmbajë gjithçka që ta ka mbledhur deri tani. Kjo hënë e re shumë vendimtare për ta dhe shumë e fuqishme dhe shumë pozitive mbi të gjitha. Ndikimi më i madh për të cilën do t'i këshilloj që t'jeni të vëmendshëm do të jetë në lidhje me të gjitha marrëveshjet që bëni në këto momente, janë shumë të rëndësishme sepse duhet të jenë vërtet shumë të drejta, në kuptimin që duhet të jenë të drejta për të dy palët. Asnjëri nuk do të bëhet pa drejtësi pra. Sidomos për sa i përket çështjeve gjyqësore, duhet të jeni vërtet shumë të vëmendshëm, nëse vjen një re që diçka nuk është ashtu siç duhet, qoftë në për sa i përket ligjeve njerëzore, po ashtu dhe ligjeve hyjnore pra. Do të këshilloj që të ishit më të sinqert, pra edhe nëse përfitoni ju në këtë rast. Kjo është e këshilla, ndërkohë që një këshill tjetër personale do të jetë pikërisht daljen në skenë e personave të cilët mund të kenë mashtruar dhe manipuluar. Bile mund të dalin në skenë edhe nëse ju është bërë pa drejtësi, vërtet që mund të jeni hedhur në gjyq apo diçka e tillë. Për shenjën e peshorës, kjo do të thotë drejtësi. Kjo hënë e re do të thotë vërtet drejtësi dhe është një hënë e re vërtet shumë e fuqishme në këtë pikë. Sepse do të dalë në skenë pra jo që përmenda në fillim, që ishte mashtrimet, manipulimet, premtimet e kota ose boshe që mund të keni përballur deri tani. Kjo hënë e re do të nxjerrë në skenë dhe ju do të jeni shumë më të aftë që të përfitoni, ose më të themi, të rifitoni nderin dhe krenarinë tuaj pra. Atë çfarë mund të keni humbur fal këtyre problemeve që mund të kenë dalë në skenë deri tani. Mund të kemi edhe dalje në skenë të gjitha të vërtetën që të gjitha atyre që mund të kenë qenë skandale e të tjerë në thonjza që kishin të bënin me lidhjet tuaja, marrëdhëniet tuaja personale. Nëse se keni pasur dikë në jetën tuaj i cili mund të ketë folur keq për ju ose që mund të ketë mashtruar nga një anë, mund edhe të jetë sjellë ndryshe me ju, ndryshe me partnerin ose partneren tuaj e të tjerë. Këta janë personat që do të dalin në skenë, që do të kuptohet fytyra e tyre vërtet. Është një hënë e re shumë pozitive në lidhje me këtë temë, pra siç e përmenda për peshorën kemi drejtësi. Kemi një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv. Që është të gjitha këto që thash nuk janë negative, thjesht mund të jenë të lodhshme, pra sepse do të kemi përballje vetëm vazhdimisht me gjëra të tilla, ndërkohë që do të kemi një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv. Do të kemi një aktivizim të jetës së tyre sociale, do të kemi një balancim shumë të madh në këtë pikë. Dhe ata vetë do të jenë shumë të aftë për të thënë fjalën e duhur aty ku duhet, i cili do të largojë personat që janë të panevojshëm ose që nuk nevojiten dhe do të sjellë, do të tërheqë si magnet pra personat që nevojiten. Dhe kjo do të jetë do të përfitojnë shumë më tepër ata të cilët nuk kanë një njerëz në jetën e tyre. Dhe kjo sepse do të thotë edhe lidhje të reja, shumë pozitive, shumë romantike dhe që disa mund të fillojnë pothuajse menjëherë. Për shenjën e peshorës mund të kemi edhe udhëtime të shumta jashtë shtetit, brenda shtetit e të tjerë, por është një muaj, do të thonë 3 javë të paktën në vazhdime vërtet shumë aktive dhe në përgjithësi pozitive për ta.
Po tani me njëherë do kaloj tek akrepi. Akrepi dhe ascendenti akrepi. Pika ku duhet jeni të kujdesshëm. Ku duhet jemi të kujdesshëm. Për që nëse do me kam ascendentin aty. Pika ku duhet jeni të kujdesshëm shenja akrepi do të jetë në lidhje me bashkëpunimet, në lidhje me të gjitha trashëgimit. Këtu duhet jemi të kujdesshëm. Duhet jemi të vëmendshëm, nuk mund të them që duhet jemi të kujdesshëm, duhet jemi të vëmendshëm të vërtetojmë mirë. Sepse nëse nuk jemi të vëmendshëm, mund të na shkasin nga shumë mundësi. Për shembull, mund të kemi një trashëgim dhe mund të na dalë një letër përpara, një dokument përpara, por ne nga që si kishim mendje mund na shkasë dhe humbet. Njëjta gjë është e vlefshme në lidhje me bashkëpunimet. Në këtë periudhë do të hyjnë në jetën tonë shumë persona me të cilët mund të bëjmë bashkëpunime shumë fitimprurse. Prandaj do të jemi të vëmendshëm. Do të kemi një seri vazhdimisht, domethënë njerëz që hyjnë edhe dalin pikërisht në lidhje me këto tema. Është edhe një hënëre shumë karmike për shenjën e akrepit, nuk u ngop dot nga karma, po pak rëndësika. Sepse do të vijnë në lëvizje të gjitha ato mbeturinat që mund të kenë ngelur në jetën tonë, të cilët mund të kenë qenë persona problematik, mund të kenë qenë çështje gjyqësore që kanë ngelur pak të pazgjidhura, sidomos për sa i përket divorceve të tjera të tjera. Këto janë tema të cilat tashmë do të fillojnë që të rizgjohen në mënyrë që të zgjidhen. Do të kemi ndarje të pronave të përbashkëta. Edhe këtu do të jemi të vëmendshëm në mënyrë që të mos bëhet padrejtësi, kaq nesh ose ne mos bëjmë padasje padrejtësi kundrejt të tjerëve, sepse nëse se bëjmë, kemi Jupiterin aty dhe ai na ndeshkon menjëherë. Po e them domethënë, nëse mendoni që mund të manipuloni sistemin në këtë moment, është e pamundur domethënë. Çdo gjë do të vihet, domethënë do të ketë drejtësi. Pika ku do të jetë një goxha e prekur, shenja e akrep do të jetë shëndeti fizik në këtë rast, nëse nuk kemi një rutinë të shëndetshme, do të jetë e vështirë që të bëjmë ballë. Dhe të gjitha sëmundjet që mund të jenë gjitse, që mund të kenë temperatura të larta, akrepi në këtë moment mund të jetë i prekur. Kjo hënëre nuk është ndryshe dhe mund të jenë më tepër të prekur sistemi i tretës. Pra infeksione që mund të prekin sistemi i tretës, si rrjedhoj mund të na duhet të kemi edhe operacione pothuajse të menjëhershme e të tjerë të tjerë. Këto janë pikat që do t'i këshilloj që t'jemi të vëmendshëm. Është e vlefshme edhe për shenjën e akrepit, çështja e peshës, pra do t'i këshilloj që të kontrollon mirë se sa konsumoni në këtë periudhë. Por në përgjithësi, për shenjën e akrepit do me thënë fillimet të reja, sidomos në lidhje me bashkëpunimet. Këto bashkëpunime mund të vinë si rrjedhor edhe prezantimeve që mund të kemi nga vendi jonë i punës, ose që mund të njohim persona që i njohim nga jeta jonë e përditshme. Këtu mund të kemi edhe prezantime me njerëzit të cilët mund të bëjmë personat e jetës tonë për partnerët. Dhe do të kemi edhe një zhvillim në karrierë. Këtu do të jemi pakës më të qetë në mënyrë se si veprojmë, në hapat që hedhim, sepse mund të jemi pak më tepër impulsiv. Po qënë se në këto momente kemi të vendosur tek shtëpia e 10, që shtëpia e karrierës, kemi të vendosur Marsin. Dhe ai na bën normalisht që të jemi shumë më tepër aktiv. Por nga ana tjetër na bën edhe shumë simpatik, sepse sidomos vendosesh do të ketë gjithsej hënë të re, është një person i cili di të menaxhojë shumë mirë gjitha marrëdhëniet e tij, është një menaxher vërtet shumë i mirë, kupton shumë strukturën se si është, di si të veprojë në bazë të saj. Është shumë mirë, domethënë mund të thotë bëj batuta shumë që i bën njerëzit që të ndjen shumë rehat rreth rrotullti e të tjerë të tjerë. Ai ka një personalitet shumë të këndshëm, ose shpreh të paktën në këtë moment një personalitet shumë të këndshëm shenja e akrepit, dhe kjo bën edhe më tepër magnetik në vendet e tyre të punës dhe jep një zhvillim shumë të madh në karrierë. Sidomos ata që janë menaxher ose në pozicione të tilla, janë shumë më të favorizuar ose mund të bie në sy pra si një person i cili është i aftë në lidhje me këtë temë. Okej, kjo është në lidhje me akrepin. Shqetari vendosje të shumta tek shenjat e arit të zjarit është gjithmonë diçka e mirë tek shenja e shqetarit, sepse është një shenjë zjarri për veten e vet. Kjo hënëre veç do të ndodhi pikërisht përballë me ta. Dhe edhe drejtuesi e tyre ndodhet pikërisht përballë me ta. Dhe ajo çfarë duhet të ketë kujdes shenja e shqetarit në këto momente është që të mos flasim më tepër se sa duhet.
të dëgjoj pak më tepër personin përballë. Nuk po them se përfshirja e shigjetarit është një person i cili flet shumë e të tjerë, por në këto momente do t'i duhet më tepër të dëgjoj që të kuptoj se çfarë po fshehin ata që ka përballë. Deri në këto momente shenja e shigjetarit më ke qenë pak e lodhur, e përmenda këtë javë kur në parashikime që ka një përgjegjësi shumë të madhe në kurriz, sepse drejtuesi i tyre ka qenë të shenjë binjakëve dhe kanë qytetuar që të mësonin empatinë. Këtë empati mësuan duke vuajtur një farë mënyrë, duke u kujdesur për gjithë njerëzit që kishin rreth rrotull. Tashmë kjo si periudhë po mbaron sepse dhe Jupiteri po del nga shenja e binjakëve dhe do t'i japi dhuratën pra të atyre që kanë bërë punën, që kanë mbajtur përgjegjësinë që janë dhënë çësë periudhë në mënyrën e duhur. Dhurata se si do t'jepet ose si do të fillojë që t'jep, është pikërisht kjo. Do t'u japi mundësi shenjës së shigjetarit që të kuptojnë se cilët janë personat e vërtetë në jetën e tyre. Mjafton që të dëgjojnë pra. Jo të le të themi të dëgjojnë fjalët, po të vëzhgojnë edhe veprimet që këto persona bëjnë. Kjo është ana pak e lodhshme, ndoshta pak e mërzitshme. Në anën pozitive kemi këtë. Për shenjën e shigjetarit mund të kemi fillime të reja, surprizë, tak, e njershme. Mund të kemi vërtet persona që vinë jetën tonë dhe shprehen me njëherë, pra propozojnë me njëherë ose i shprehin ndjenjat e tyre pothuajse me njëherë. Kemi një fillim në një fazë vërtet shumë romantike, shumë romantike, shumë pozitive, sepse kemi të vendosur Neptunin tek shtëpia e 5. Kjo është diçka pozitive normalisht, sepse mund të bëj zemrën të raj, por nga ana tjetër jo të gjitha premtimet që jepen çësë periudhe janë të vërteta. Kjo është edhe një nga arsyet që përmendesh, do të jemi të kujdesshëm dhe të vëzhgojmë mirë. Okej, këto ishin ato çfarë kisha për shenjën e shigjetarit. Shenja e shigjetarit për udhëtimet, do ta navizoj. Jemi mirë, domethënë, është faza tashmë që kemi filluar që mund të udhëtojmë, jemi më të lirshëm në këtë temë. Bile edhe me partnerin e ardhshëm mund të njiheni pikërisht aty tek gjatë udhëtimit pra. Pritsjapi. Një nga shenjat e cila preket më tepër tek pjesa e mushkrive, sepse ka shumë të ndjeshme frymëmarrjen, është edhe shenja e britsjapit. Shenja e britsjapit është një nga shenjat e cilat ka më delikate për pjesën e frymëmarrjes. Për këtë arsye, duke qenë se kjo hën e re do të preki mushkrit, do të këshilloja që të gjithë ata që kanë probleme me mushkrit ose që kanë sëmundje kronike siç është astma ose siç janë alergjitë të ndryshme, do të këshilloja që gjatë kësaj periudhe të mbanin ilaçet me vete, që të mos kenë probleme. Nga ana tjetër, do të kemi një rigjenerim, një zhvillim vërtet shumë të madh në ambientin e tyre të punës. Kjo nuk është e vlefshme vetëm për ata që punojnë në një kolektiv, është e vlefshme për të gjithë personat që janë tek shenja e britsjapit, sepse këtu do të fillojnë që të krijojnë diçka shumë herë më pozitive për ta, diçka shumë herë më tepër efektive për ta. Kjo do të shprehet në mënyrë vërtet shumë pozitive në të ardhurat e tyre materiale. Pothuajse si në të gjitha shenjat, edhe për shenjën e britsjapit është e vlefshme që nga bashkëpunimet fitojnë shumë herë më tepër, por këto bashkëpunime do të jenë në përgjithësi nga familjarët e tyre. Pra, do t'i këshillojmë të themi që të jenë me familjarët e tyre, sepse këta janë personat tek të cilët mund të gjejmë mbështetjen e nevojshme dhe tek të cilët mund të kemë vërtet besim. Për partneritetet, e te kalova, po. Ka folur. Kisha kohë që se kaloja një orëshën, e kalova prap. Tek familjarët e tyre mund të gjejmë më tepër atë çfarë ju duhet atyre. Pra, një stabilitet ose një komunikim vërtet shumë më tepër efektiv. Personat të cilët i kuptojnë vërtet ashtu siç duhet. Dhe kjo do të ndihmojë automatikisht që të kenë edhe një rritje në mirëqenie shumë të madhe.
Nuk do të vi vetiu, do t'ju duhet punë, sepse në tek shtëpia e tyre dytë, sidomos ata që me ascendentin, kanë Plutonin, pra Plutoni në këtë rast i jep shpërblim vetëm atyre që bëjnë punën që nevojitet, pra është bardhë dhe zi, por në qoftë se është bardhë, është vërtet bardhë, jep shumë, jep vërtet shumë domethënë. Ndërkohë që në lidhje me çështjet familjare, këtu do t'i këshilloj që të jemi pak të vëmendshëm në komunikimin që kemi me ta, sepse jo atyre vetë, po personave përballë mund t'u ngelet pak më tepër hatri. Dhe kjo është edhe një nga arsyet në të cilët përshenjë e birciap mund të jetë pak e lodhshme jeta familjare në këto momente. Është ndryshe për bashkëpunime për kur hyn çështjet materiale në mes, është ndryshe komunikimi në jetën personale, pra në çështjet personale ato mund të jenë pak më të empatik, pak më të ndjeshëm në mënyrë se si e komunikojnë atë çfarë duhet. Nuk do jetë shumë e vështirë kjo si gjë, thjesht po them që duhet të jem pak më të kujdesshëm. Okej, besoj se i thash të gjitha, po. Faleminderit juve të gjithë që marrë pjesë. Më kishin pyetur pak përpara për diçka, po nuk doja ta lej fjalën në mes sepse pastaj ngatrohem. Për këtë video do ta vë tek YouTube, tek kanali i YouTube-it. Nuk po le dot, kam folur shumë. Do ta vë tek kanali i YouTube-it për gjitha shenjat që kanë kaluar, pra që janë përpara ujorit, sepse kanë ngelur vetëm dy shenja tani. Kanë ngelur vetëm ujori dhe peshit. Do ta vë tek kanali i YouTube-it, mund ta ndiqni që aty. Okej. Nëse dëshironi, mund të vazhdoni që të dëgjoni këto dy shenja, sepse në një vend të hartës tonë kemi edhe ujorin edhe peshit. Ose kemi njerëz që njohin, nuk e di. Zgjidhja është e juaja, asgjë nuk është me zor. Okej, vazhdojmë. Atëherë, ujori. Ujori është shenja e cila këto 20 vitet në vazhdim do të përmendet shumë. Kemi Plutonin të vendosur këtu. Do përballen me shumë sfida, probleme, do ndryshojnë shumë jetë, do ndryshojnë partner, do ndryshojnë shtëpi, karrierë, e të tjerë, derisa të gjejnë rrugën e tyre. Por shenja ujorit, nga kjo hënere, ka një ndikim fantastik. O këtë më duhet të them, ka një ndikim vërtet shumë fantastik. Çdo gjë që ka qenë në jetën e tyre, njerëzit që kanë qenë në jetën e tyre, që ja kanë pasur me të shtrembër. Njerëzit që kanë qenë në jetën e tyre, të cilët mund t'ja kenë bërë mbrapa krave, që mund të kenë thënë gjëra që mendonin se shenja ujorit nuk do t'i merrte vesh ndonjëherë në situata që nuk kujtohen se nuk të merreshin vesh ndonjëherë, do të dalin në skenë kështu. Do t'ju ofrohen pak a shumë shenjat e ujorit. Dhe ata do të vendosin vetë se çfarë do bëjnë me këtë, se çfarë duan të bëjnë me këtë, domethënë sepse s'mund t'ja them. Gjithsesi, ky është ndikimi më i madh që do të ketë shenja ujorit nga kjo hënere. Tani, ajo çfarë do t'i këshilloj që të jenë të vëmendshëm është kjo, që të lënë pak më njanë egon e tyre. Ju do të thoni që shenja ujorit nuk është një shenjë që ka ego. Shenja ujorit ka një ego pak të fshehur dhe në momentin që sfidohet, që ndihet e sfiduar, mund të dalë të zmadhohet shumë. Dhe kjo hënere do të zmadhohet edhe më tepër nëse kemi një ego të tillë që është e fshehur. Ajo që do të këshilloja do të ishte që të jemi pak më modest në këto momente, të jemi pak më tepër bashkues, një lloj siç ishte tek shenja e shëgjetarit. Në qoftë se ne arrim që ta bëjmë këtë, do të kuptojmë shumë mirë se cilët janë miq dhe cilët janë armiq, do të kuptojmë shumë mirë se çfarë është e shëndetshme dhe e pashëndetshme për ne. Në të gjitha këto do të vinë bashkë me dhurata. Dhurata e parë do të jetë pikërisht lidhje pozitive në këtë rast. Do të kemi krijimin e një periudhë vërtet shumë pozitive për kësaj. Për ata të cilët dëshirojnë të bëjnë me fëmijë, duke se pash përpara është një periudhë fantastike. Kjo hënere domethënë pikërisht kjo, shtatzani. Ata që nuk duan që të bëjnë me fëmijë, sidomos ata që kanë shenjë ascendent tek shenja e ujorit, do t'i këshilloja që të merrnin masa. Por ata që duan të bëjnë me fëmijë, është hënere, domethënë fillim i ri, domethënë pikërisht kjo, nisja e një shtatzanie. Në qoftë se dëshironi që të bëni një ndërhyrje që është planim artificial, pra IVF, nuk e di si është më duket se thonë në shqip. Kjo është në momenti i dur. Momenti i dur është edhe tani. Bile do t'i këshillojmë faktikisht pas datës 26, po duke filluar nga hëna tjetër. Pas hënës së re
pas anës së re do të jetë edhe më mirë, pas anës së re duke filluar nga data 2 qershor. Data 2 qershor është shumë pozitive. Këtë po e nënvizoj, është shumë pozitive, nëse dëshironi ta përdorni, pak më tepër që dhe dielli atëherë do të jetë tek shenja binjakëve, por shenja ujore që është një tjetër shenjë ajri, është një ndikim shumë i madh pozitiv. Okej. Si do të ndihet shenja ujoret gjatë kësaj periudhe? Siç e përmenda, do të ketë një ego pak të fshehur, do të ndihet ka një shpatë në dorë dhe që mund të vrasi këtë doj, sepse ka Plutonin, pra siç e përmenda tek shenja e tyre. Me qetësi, ju lutem, merrni pak më tepër për qetësi gjëra, sidomos karshi partnerëve tuaj. Për ata të cilët janë në një lidhje që sa periudhe, edhe nëse kape, domethënë dëgjoni diçka që nuk ju pëlqen, do t'i këshilloja që të mundoheshit që të komunikoni, diskutonit më hapur cili është problemi dhe cili është pikëvështrimi juaj në atë çështje, të merrnit edhe pikëvështrimet e partnerit tuaj, pra jo të jeni kështu të prisni gjërat me thik menjëherë, sepse kjo do të ndihmojë që të mos ketë më keq kuptime midis jush. Për sa përket fillimeve të reja, këtu e përmenda që do të kemi fillime të reja shumë pozitive, por edhe në këtë pikë normalisht do të jemi të vëmendshëm sepse mund të jemi përballemi edhe me mashtrime dhe me manipulime. Një gjë tjetër që do të përmenda në fillim faktikisht, për sa përket çështjeve të kriptove, pra aty në qoftë se jeni një person që të shenja ujore dhe që bën, domethënë, shitje blerje të tilla, do t'ju këshilloj që t'jeni edhe më të vëmendshëm, sepse është fusha në të cilën mund të manipuloheni pak më tepër se të gjithë të tjerët. E përmenda tek parashikimi i përgjithshëm, do t'ju këshilloj që ta ndiqni me vëmendje të sipis. Okej. Përshëndetjen e të temat e përgjithshme, duke qenë se mund të kemi sëmundje që të kanë temperaturë të lartë, do të jemi të vëmendshëm, por jo më tepër se sa shenjat e tjera. Shëndeti ka rëndësi, prandaj është në mizë. Okej, dhe kemi arritur tek shenja e peshqve. Është shenja e fundit dhe shenja e peshqve gjatë kësaj hëne të re ka disa ndikime shumë pozitive. 1. Saturni ka mbaruar rrugëtimin e tij tek shenja e tyre, më së fundit. Edhe pse do të rikthehet më vonë, po për momentin jemi të gëzuar që ka dalë. Njëti Saturn do të jetë në takim me Neptunin. Duke qenë se do të jetë në takim me Neptunin, kjo do të thonë edhe një çrregullim në lidhje me të ardhurat materiale. Mund të harxojnë më tepër se ç'duhet ose mund të gabohen në lidhje me investimet. Për këtë arsye, për shenjën e peshqve do t'i këshilloja që të kontrolloni disa herë gjërat. Mund të ndodhë edhe kundërta që të vinë para surprizat e tjera, por të marrin masa për ato çfarë mund të jetë problematike. Ndërkohë që ndikimi më i madh dhe aty ku duhet të jenë të kujdesshëm shenja e peshqve. Ndikimi më i madh do të jetë tek banesa e tyre, tek mirëqenia që kanë në shtëpinë e tyre dhe tek marrëdhëniet që kanë me familjarët e tyre. Duke qenë se kjo është pika që do të preken më tepër dhe mund të hasen me mashtrime, manipulime, ose mund të kemi ndarje në skemë pikërisht të këtyre temave. Kjo do të jetë edhe tema ku ata mund t'i vrasin më tepër në zemër, pra mund t'i mërzisin më tepër, por është edhe tema pikërisht që do të zgjidhë shumë probleme. 1. Nëse kemi pasur probleme në krijimin e instabiliteti brenda familjes, banesës, do të fillojmë që të zgjidhni, sepse do të dimë se si të veprojmë, pra, cilat janë problemet dhe si ta zgjidhim ato. Ndërkohë që nga ana tjetër do të kemi një komunikim vërtet shumë efektiv, pikërisht me të njëjtat persona. Nga familjarët tanë, do të na përplasen në fytyrë çdo gjë që deri tani mund t'i kemë mbajtur për brenda, të njëjtën gjë mund ta bëjmë edhe ne. Pra, shenja e peshqve në këtë momente, edhe tani, edhe pas hënës së re, që do të jetë datë 27, do të jetë vërtet shumë të sinqertë. Ky sinqeritet mund të duket pak i vrasht, ndoshta nga të tjerë, por për mendimin tim do të bëhet vërtet shumë mirë sepse do të zbrasen të gjitha gurët, pra, dhe do të fillojë që të ndërtojë një jetë shumë më e shëndetshme. Banesa si ndërtesë, edhe kjo do të preket shumë. Në këtë rast është një ndikim vërtet shumë i madh pozitiv dhe do të vi si rrjedhoj e gjitha punës që kanë bërë deri tani. Do të kemi një harmoni tashmë tek ambienti ku ata jetojnë. E gjitha kjo do të vi si rrjedhoj e të gjitha punës që kanë bërë, të gjitha këtyre komunikimit të hapur që po bëjmë, pra, nuk është diçka që mund të duket, nuk është diçka e thjeshtë, por është diçka që do të ndodhi si rrjedhoj këtyre.
Në anën tjetër do të kemi një ndikim vërtet shumë të madh dhe do të duhet të them pozitiv përsëri në lidhje me peshqit, do të jetë një zhvillim në jetën e tyre në profesionale, sepse do të jenë më të aftë të dinë se ku të veprojnë. Nëse kam parë persona të cilët nuk kanë gjetur punë deri tani, kjo është një periudhë ku mund të gjejnë punë. Dhe do të gjejnë punë pikërisht ato që dëshirojnë, që duan, që kanë qejf, të kenë pasion për ta bërë, dhe kjo do të sjellë atyre të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Nga ana tjetër, edhe për shëndet e peshqve mund të kemi në lajme për fëmijë, lajme për shtatzani, dhe ata vetë mund të kenë një zgjerim në familje. Okej, këto ishin. Ka diçka shumë të rëndësishme për ata që janë datë 27 maj. Faktikisht e kam thënë dhe më përpara, por në qoftë se është një hënë e re, hënë e plot që ndodh në datën që ju keni lindur, është shumë herë më e fuqishme, sepse po ndodh pikërisht mbi diellin tuaj, pra dhe sidomos kjo është një hënë e re. Pra edhe dielli është aty. Kjo do më thënë një fillimi i një cikli të ri në jetën tuaj. Tani kjo hënë e re do të thotë mbarimi i skandaleve, fillimi i një periudhe më të shëndetshme ku dini të mbroni veten tuaj dhe të drejtën tuaj. Në qoftë se ju deri tani keni qenë një person i cili nuk keni qenë i aft që ta bëni këtë, do të mësoni ta bëni. Domethënë kjo nuk është diçka që ndodh menjëherë, por është diçka që ndodh, domethënë, ju mëson jeta vet. Domethënë jeni të detyruar në një farë mënyrë që ta bëni këtë. Dhe për ju kjo do të jetë shumë e vlefshme, është një ndikim vërtet shumë i madh pozitiv. Mund të merrni ndihmë nga persona të afërt. Këta persona në përgjithësi mund të jenë femra, jemi në një fazë të tillë që femra mund të na ndihmojnë më tepër, sidomos ato që janë familjar, për femrat e fare fisit tuaj, mund të ndihmojnë dhe më tepër për të arritur këtë qëllim, pra, që të dini të mbroni veten tuaj, të dini të mbroni të vërtetën tuaj, dhe kjo normalisht nëse ne jemi autentik si person, ndaj vetes, ndaj karakterit, ndaj mendimeve apo idealeve që kemi, na shpërblet shumë nga sistemi. Asnjëherë, domethënë, gjithë jetës time, po e them shumë sinqerisht, nuk kam parë qoftë edhe një person që të përfitoj kur shtiret, kur mundoj që të jetë dikush tjetër. Të gjithë përfitojnë kur janë autentik me të vërtetën e tyre, pra ashtu siç e ndjejmë vërtet, siç e mendojmë vërtet. Në momentin që ne bëjmë diçka, thjesht sepse mendojmë se ju pëlqejnë të tjerëve, për të hyrë në sy ose për të marrë aprovimin e dikujt tjetër, gjithmonë humbasim. Por kur jemi autentik në vetes tonë, gjithmonë fitojmë. Dhe në këtë moment, sidomos po e them, nëse keni ditëlindje, pikërisht në atë ditë, ky është ndikimi më i madh që do të keni, domethënë. Është ndikim shumë i bukur. Okej. I mbarova të gjitha shenjat, do ta ve tek kanali im YouTube-it. U bë një video pak e gjatë, do të më duhet pak kohë që t'i bëj montazhin, por do ta vej sot. Domethënë edhe deri po të jetë në orë të vonë do ta vej gjithsesi. Mund ta ndiqni nesër tashmë. Edhe 28 aty afër janë, domethënë minus plus 3 ditë është shumë e fuqishme, domethënë sa më tepër 28, 27 aty janë njëra me tjetrën. Për ju këto ndikime për shembull mund të jenë në lidhje me vlerësimin që keni për veten, për shembull 27 maj, 28 maj më falni. Mund të jetë fiks në ndikimet që keni në lidhje me veten, sepse mund të filloni që ta vlerësoni veten tuaj më tepër. O Zot, të lutem për ju, një e parë punës, nuk jam Zot, s'keni pse të më luteni po. E dyta, po e them që do e vet te kanali im YouTube, mund ta ndiqni gjë atje. Si të mbush me një orë, mos ta bëj. Ato nuk e di. Po nuk këshilloj. Plus se një mbi të gjitha, nuk këshilloj që të bëhen ndërhyrje kur janë në gjatë hënës së re dhe gjatë hënës së plotë, domethënë, sepse ka shumë më tepër risk për infeksion. Është gjithmonë e vlefshme, nuk është thjesht për këtë. Po e pash. E i bytyqe. Po. E pash 27. Ju jeni shumë ndikuar normalisht, kurse ishte një në TikTok që kishte pyetur për datën 28, ajo ishte tjetër. Ju përgjigjet të dyja vetëm.
Okej. Shumë faleminderit të gjithëve që morët pjesë. Është kënaqësi shumë e madhe. Në qoftë se dëshironi të bëni ndonjë pyetje për çështjet aktuale, jeni të më pritur, mund të më shkruani. Në qoftë se dëshironi që të merrni konsult personale, këtë po e them edhe një herë, ato janë me pagesë, duke qenë se janë personale, pikërisht për ju, për ato mund të më kontaktoni nëpërmjet WhatsAppit dhe Instagramit, ku jam më aktive, edhe pse tashmë kam filluar që të jem pak më tepër aktive tek TikToku, për sa i përket mesazheve. Mund të më kontaktoni pra që të merrni informacion në lidhje me paketat dhe me nëse si unë i bëj konsultet e mia. Për seminarin që e përmenda në fillim të videos, do të bëj një seminar për Saturnin, i cili është planeti i karmave. Mund të ketë shumë persona ose shumë astrologë që preferojnë si planet, domethënë Jupiterin, sepse në të vërtetë është planeti i fatit, i mirëqenies dhe zmadhon gjithçka pra. Kurse të them të vërtetën, Saturni më duket më tepër karakter. Duke qenë se Jupiteri është edhe Zeusi që ishte një adoleshent që nuk rriti ndonjëherë, kurse Saturni gjithmonë më ka pëlqyer më tepër sepse është më i qëndrueshëm. Është planeti i karmave dhe karma tashmë besoj se nëse më ndiqni e keni dëgjuar që nuk është negative, është thjesht energjia që ne lëshojmë në botë, ose është edhe mësimi që ne refuzojmë që të marrim, por në momentin që ne e marrim këtë mësim, karma tek ne kthehet në diçka pozitive, pra. Fillojmë që të jetojmë vërtet jetën që duhet të jetojmë e të tjerë. Për këtë arsye, për Saturnin kam një simpati më të madhe, le të themi. Do të bëj një seminar në lidhje me të. Nuk do të flas vetëm në lidhje me Saturnin, do të flas edhe në lidhje me ndikimet e përgjithshme. Okej, po e lëm në këtë mënyrë. Të lutem për 30 qershor. Këto janë ndikimet të hartës personale, siç e përmenda, mund të merrni konsult personale për ju, vetë personalisht. Ndërkohë që këto që janë ndikimet e përgjithshme, që janë ato që na prekin të gjithë, pra, nga kjo hënë e re apo hënë e plotë e të tjerë ndikimet e përgjithshme astrologjike, unë i postoj, bëj video si kjo që po bëj tani. Okej, atëherë po e mbyll këtë si video. Shumë faleminderit të gjithëve që morët pjesë. Nëse dëshironi konsult, më shkruani. Nëse nuk dëshironi, mos më shkruani. Okej. Nice. Mos për këtë lëm kot. Natën e mirë të gjithëve. Shumë faleminderit që morët pjesë edhe një herë. Shihemi përsëri në lidhjen tjetër. Pashim. Natën.